në dokumentet? Ndodhi diçka që kur në praktikën gjyqësore është e panjohur në gjykatat e Kosovës. Na detyroi gjykata që të ushtrojmë kundërshtim kundër akuzës pa shkresat lodhës është rast nonsens. A u deklaru klienti juaj? A i bie që është deklaru? S'kem që është deklarohëm për shkak se është deklaruar që nuk mund të i deklarohëm rreth fajësisë pa i pas shkresë të lodhës. Qysh mund deklaru për fajësinë kur s'ka shkresat të lodhës? Qysh do ta shkruaj unë kundërshtimin e akuzës pa shkresat të lodhës? Megjithatë është thënë që edhe zotëri Muharremi ka pas ato dokumente dhe ato kontrata që tash klasifikohen si sekrete. Po ju lutem, nuk i ka pas. Pritni drejtsinë, pritni durimin, ta keni derisa drejtësia ta thotë fjalën e vet. Zotëri Muharremi, a mund të kemi një qëndrim edhe për jush? Kush pyet thotë? A i keni pas ato dokumente ajo? Nuk ka pas. Jo, unë po të them me përgjegjësi të plot. Ridvani ka qenë përkthyes i kompanisë turke.